Jo, përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrin, juftoj të në ndiqni, do të kemi në lidhje të drejt për drejt tani, është Nikola Kedhi, këshilltari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Do të flasim për raportin e Parlamentit Evropian, për rezolutën e IDU, po jo vetëm edhe për protestat e tjera të pritshme kombëtare. Kedhi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kedhi, në diskursin tuaj politik ju thoni se rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian kalon nga Partia Demokratike dhe thoni gjithashtu se këtë e konfirmon edhe raporti i fundit i Parlamentit Evropian, për herë të parë një raport i mbështetur nga gjithë spektri politik i Parlamentit Evropian, ndërkohë thoni gjithashtu se ky raport nuk u censurua nga mediat shqiptare se ishte i parëndësishëm, por sepse ekspozon të vërtetat e narkoshtetit. Ta nisim njerë me këtë që ju e keni quajtur censur sa i takon raportit të Parlamentit Evropian. Dhe pse kjo censur? Censur sepse mediat u mjaftuan duke thënë që raporti përshëndet aspiratën e popullit shqiptar për të bashkuar në komunitetin e vendeve europiane, dhe nuk u zgjat me çfarë kishte ky raport brenda. Ndaj është censur. Në qoftë se ka qenë një raport kaq i mirë, do duhet të marrë me çfarë kishte raporti brenda. Ne e dim që populli shqiptar ka aspiratë për të bashkuar me Bashkimin Evropian, për të integruar, e dim dhe që janë hapur kapitujt, janë hapur sepse ka ndryshuar metodologjia në 2020, janë hapur sepse ka pasur dhe një klim geopolitike të favorshme për integrimin, duke marrë parasysh çfarë ndodhi në Ukrainë, ndryshimet geopolitike, vendosjen e sferave të ndryshme të influencës, etj. me radhë, dhe Ballkani nuk mund të lihej i braktisur në një farë mënyrë. Ndaj procesi i integrimit evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor pati një shtyt nga këto faktor, por Shqipëria nuk e shfrytëzoi këtë, siç e thotë dhe raporti fare mirë. Ne mund të futemi ta diskutojmë domethënë. Po, do t'i marrim me radhë të gjitha pikat kryesore të raportit. Sepse nuk u morën pikërisht. Do t'i marrim me radhë të gjitha pikat. Nuk u morën pikërisht me këtë analizë që do bëjmë neve sot. Qartë. Ndërkohë, Kedhi, jo më larg se sa dje, kanë ndjekur qytetarët edhe live punimet e Komisionit Parlamentar për Europën dhe punët e jashtme, ku është zhvilluar edhe një seancë dëgjimore me krye negociatoren Dhuka, e cila thot se kemi arritur t'i çelim negociatat për gjithë kapitujt, vijon diskutimi për mbylljen e kapitujve që lidhen me drejtësinë dhe sigurinë, ndërkohë nga ana tjetër raporti i Parlamentit Evropian flet për kushtëzime të rrepta sa i takon proceseve integruese. Antarësimi në BE, thuhet në raport, varet nga reformat të thella, të qëndrueshme, të pakthyeshme, sidomos në sundimin e ligjit, funksionimin e institucioneve demokratike, ndërkohë evidentohet në raport fushë pabarabartë e lojës, mjegullim i vijës ndarëse mes partisë në pushtet, keq përdorimi burimeve shtetërore, financimi i partive politike, pretendimet për blerje vote, presion për votuesit. Si ta ndaj shapin nga sheqeri qytetari tani, mes këtyre dy kronikave të lajmeve, le të themi? Po, në qoftë se në raport thuhet që është mjegulluar vija ndarëse mes partisë në pushtet dhe shtetit, do thotë që këtu nuk kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme. Unë vazhdoj të qëndroj mendimin tim që qytetari shqiptar nuk ka nevojë t'ia thotë një raport i shkruar nga disa politikanë apo burokrat për çdo qoftë nga jashtë, sepse ndjen këtë presion vetë për ditë. Ndjente gjatë fushatës, kur presionoi mos të vinte në takimet elektorale të Partisë Demokratike, kur presionoi të dilte në takimet e Partisë Socialiste, kur i bëi presion që të paraqisnin 10 emra nga diaspora për të regjistruar që të votonin Partinë Socialiste dhe do duheshin dorëzuar me provë më pas, ndaj qytetari shqiptar ndjen këtë presion për ditë. Ashtu siç ndjen presionin e çmimeve të larta, që paguan 132% më shumë se sa në Bashkimin Evropian për të blerë produktet më bazike, që nga djati, që nga beza, që nga buka, e kështu me radhë. E ndjen tek pasiguria në rrugë,
këtu pritesh jemi përsi në Palermo në viteve 80. Shikon korrupsionin galopant dhe që nuk ndëshkohen zyrtarët e nivelit të lartë të akuzuar për korrupsion, përkundrazi mbrohen nga shumica socialiste. Dhe kjo gjë është thënë dhe në raportin e Parlamentit Evropian, është thënë në rezoluta të ndryshme që u tha nga David McAllister, Komisionit jashtë të Parlamentit Evropian, kur erdhi në Tiranë, që çështja e Balluku është një test kritik për integrimin e Shqipërisë. Dhe të njëjtat gjëra përsërit dhe ky raport. Po janë gjëra që qytetari shqiptar i ndjen për ditë, dhe është gjë e mirë që më në fund këto gjëra njihen edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Dhe nuk vinë këtu burokrat ose politikan ose të dërguar emisar nga komuniteti ndërkombëtar që do të thonë të kundërtën shqiptarëve nga ajo që ata përjetojnë për ditë, siç ndodhte më përpara. Kur ata e ndjejnë që janë keq dhe u thuhet që ju jeni shumë mirë, se kjo është një tallje që bëhet me shqiptarët. Më në fund ka një përputhje të realitetit të përditshëm me reagimin ndërkombëtar dhe me pasurimin që ata bëjnë. Dhe sa më shpejt, unë kam thënë gjithmonë, sa më shpejt ndodhte kjo, aq më shpejt mund të shkojmë drejt zgjidhjes së kësaj situate. Se nuk mund të shkosh drejt zgjidhjes nëse nuk e pranon një herë ka një problem. Tani rruga e zgjidhjes është rritja e presionit të brendshëm dhe rritja e presionit të jashtëm në të njëjtën kohë. Ju ndjeni që presioni i jashtëm është rritur, kedi referuar jo vetëm raportit Parlamentit Evropian, rezolutës IDU-s që në fakt nuk janë raportet e para dhe rezolutat e para që adresohen problematikave thelbësore që kalon Shqipëria. Ndërkohë keni bërë me dije që mediat ndërkombëtare i kanë bërë një jehon shumë të madhe dhe protestave të qytetare që zhvillon opozita. Pra, në gjykimin tuaj si jemi me këtë presionin e brendshëm dhe presionin e jashtëm? A janë në raport të drejtë me njëra tjetrën? Pra, është rritur presioni jashtëm, ndjeni që është rritur edhe presioni brendshëm? Po presioni jashtëm është rritur dhe kjo është e dukshme. Jo vetëm nga raportet ndërkombëtare, por dhe nga reagimi, siç e përmenda, i njerëzve me një farë rëndësie në komunitetin evropian. Qoftë kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian, eurodeputet të ndryshëm, Michael Gahler, për shembull, pas zgjedhjeve të 11 majit vitin e kaluar, kur u rikthye në Bruksel, tha në Parlamentin Evropian që krimi i organizuar pengon rotacionin politik në Shqipëri. Më pas, gjithë këto shqetësime u reflektuan në raportin OSBE Odirit. Siç e diskutuam, që përmend gjithë elementet që i renditët dhe ju. Kemi raporte të Departamentit të Shtetit, të cilat thonë që Shqipëria është hyrë në një korridor të trafikimit të kokainës dhe të heroinës, e shkruar Rezeza mbi të bardhë, në këtë mënyrë siç e them unë. Dhe këto nuk janë thjesht fjalë që shkruhen në disa dokumenta dhe harohen, por janë reflektime të një realiteti, sepse ky realitet Shqipëri nuk është i kufizuar vetëm në kufit e Republikës së Shqipërisë, por tashmë po bëhet shqetësim dhe për vendet e Bashkimit Evropian, për vendet e NATO-s, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se këto organizata, për shembull këto kartele, jo vetëm pastrojnë parat në sektorin e real estate-it të Shqipërisë, por shkojnë dhe në vendet europiane, shkojnë sasi të mëdha të kokainës, të heroinës, të drogave sintetik në vendet europiane e tjerë, përfshihen me grupet kriminale të vendeve europiane apo të vendeve të Amerikës Latine apo të Shtetet e Bashkuara, dhe natyrisht është bërë shqetësim dhe për ta. Elementi i parë. Elementi tjetër është ky që ne në Shqipëri nuk flasim më vetëm për korrupsion. Që mund të shqetësoj qytetarët shqiptar çështja e korrupsionit dhe do duhet zgjidhet këtu së brendshëm. Flasim për tashmë prej disa kohësh për një cënim të sigurisë kombëtare të Shqipërisë, të sigurisë rajonale, por dhe të sigurisë në NATO-s dhe të vendeve të Bashkimit Evropian. Çështja Akshi, çështja e portit të Durrësit, Porto Romano, kompani të akuzuara dhe në media për lidhje me oligark rus apo individ të sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara apo nga Bashkimi Evropian, rrjedhje të dhënave të NATO-s në skandalin e Akshit, sërish të raportuar nga disa media. Janë të gjithë këto element të cilët prekin sigurinë tashmë përtej kufive të Shqipërisë, dhe kjo ka shqetësuar partnerët tanë natyrisht. Unë doja të bëja edhe një koment për atë që ju nisët në fillim të bisedës son. Që ju thatë në një statusin tim unë kisha shkruar që rruga europiane e Shqipërisë kalon nga Partia Demokratike. Tani,
ne nuk e dim se çfarë do ndodh në të ardhmen, por një indikacion i mirë kryesor se çfarë mund të ndodhë, se çfarë mund të presim nga këto të ndryshme është dhe e kaluara. Të gjitha arritjet e procesit të integrimit, në qoftë se çdo kush që na ndjek në këtë moment, do t'i kthehet pas, të shikoj në historinë 35 vjeçare të Shqipërisë, gjitha arritjet e procesit të integrimit janë bërë në kohën kur ka qeverisur Partia Demokratike, qoftë në 92-96, qoftë në 2005-2013. Antarësimin në Këshillin e Europës, më pas antarësimin në marrëveshja e stabilizimit asociimit, më pas liberalizimi i vizave, pra të gjitha arritjet. Dorëzimi i aplikimit për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, futja në NATO, në kohën kur Partia Demokratike fuste Shqipërinë në NATO, dhe që të futesh në NATO do duhet të arrish disa standarde, se është një aleancë ushtarake, nuk është një aleancë për qokë. Partia që qeveris sot Shqipërinë, që sundon sot Shqipërinë, thoshte NATO-NATO. Ndaj, ose mbante peng integrimin e Shqipërisë me 3 ligjet. Ndërkohë, Partia Demokratike në opozit është një parti që ka bërtitar qëndrimin e saj, prej 12 vitesh, që ne për çdo projekt që vjen, që është për afrim me Bashkimin Evropian, ligjet e direktivat e Bashkimit Evropian, transpozimet e direktivave, apo ligjet që janë funksion të integrimit Bashkimin Evropian, ne jemi pro. Ne duam Shqipërinë që të arrijë standardet, dhe jo standardet në letër, siç përsëriste dje krye negociatorja, apo siç është propaganda qeveritare, që ne kemi bërë këto ligje, kemi transpozuar këto direktivat Bashkimit Evropian dhe jemi në rregull. Procesi i integrimit Bashkimin Evropian nuk është një checklist ose një listë ligjesh të cilat ti i bën më pas kritik që i zbatove. Procesi i integrimit evropian është arritje standardesh, është arritje standardesh për qytetarët shqiptar në vendin e tyre ku jetojnë, jo që të largohen 1,1 milion shqiptar dhe një numër që vjen në rritje natyrisht drejt vendeve të Schengenit, por të arrijnë ta bëjnë Europën këtu në vendin e tyre në Shqipëri, me më shumë punësim, me më shumë meritokraci, me një treg të lirë, me konkurrencë të drejtë, të ndershme, me zgjedhje të lira dhe të ndershme, me institucione dhe pushtete të ndara, institucione të forta që kontrollojnë njëra tjetrën. Dhe nëse ne nuk arrijmë këto standarde, nuk mund të arrijmë Bashkimin Evropian. Se dhe nëse ne futemi sot në Bashkimin Evropian, po nuk i arritëm këto standarde, nuk përkthehet në mirëqenie për qytetarët shqiptar. Nuk përkthehet në më shumë siguri juridike, fiskale, shëndetësore, arsimore. Ndaj duhet jetë jo vetëm si detyra të imponuara nga jashtë, por duhet jetë edhe përgjegjësi e të gjithëve ne që të arrijmë këto standarde për veten tonë në radhë të parë. Dakord, ke dhe ju me të drejtë risollet në vëmendjen publike të gjitha meritat që ka Partia Demokratike sa i takon proceseve integruese të vendit në NATO, liberalizimin e vizave e tjerë. Po që të ndodhin sërish mrekulli të tilla, siç i cilësonte lideri juaj, "This is a miracle of freedom", duhet që Partia Demokratike të vijë në pushtet. Dhe për të ardhur në pushtet, natyrisht që nuk mjafton vetëm për shkallëzimi i presionit jashtëm, natyrisht duhet përshkallëzuar edhe presioni i brendshëm. Ju vetë keni përsëritur disa herë, Edi Rama nuk e largon nga pushteti as sistemi i drejtësisë, as ndërkombëtarët, por presioni i brendshëm. Tani ç'po bëhet me presionin e brendshëm në kilometrin e fundit të rrëzimit të narkoshtetit, siç e etiketoni ju? Qytetarët shqiptar janë në protestë. Qytetarët ende të lirë të këtij vendi, se duhet të kuptojmë një gjë. Unë e has shpeshherë këtë edhe në hapësirat publike, në debate, në diskutime televizive, po edhe në mjedise private, që ne edhe themi këtu është një autokraci elektorale, siç e cilëson tashmë edhe Videm apo institucione të tjera ndërkombëtare. Edhe themi që nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe themi që është një trysni gjithmonë më e madhe e shtetit kundrejt individit, dhe më pas presim që individi të reagojë si në Danimarkë. Sepse kemi pritshmëritë tona që Shqipëria të jetë një vend demokratik dhe do duhet të reagojmë si në vende demokratike. Ndërkohë, nëse themi që është ky presion shumë i madh, është një propagandë gjigande që bëhet për ditë, mëngjes drekdark, mbi qytetarin shqiptar. Çfarë thot Rama? Dhe shumë nga analistët janë, Rama nuk thotë unë jam më i miri,
thotë që unë nuk jam më i miri, por nuk kam më të mirë se unë jemi gjithë në Lucë. Kjo nuk është e vërtetë. Ky është një fiksion që propaganda e shpërndan dhe i mbush mendjen qytetarëve për ditë. E u thot qytetarëve që duke qenë se ne jemi gjithë njësoj, jemi gjithë në Lucë, ju s'keni pse angazhoheni në hapësirën publike se është një argjim kohe, qëndroni në hapësirën tuaj private, mos u angazhoni në protesta, mos u angazhoni në hapësirën publike, në agorën tu, mos e bëni zërin tuaj të shkoj kot, po qëndroni në tuaj, nuk ju bezdis njeri. Dhe ka arritur të bëjë një gjë që e bëjnë në thelb gjithë diktaturat, sidomos ato të sofistikuara. Ka bërë që hapësira publike të ngelet pothuajse bosh, qytetarët shqiptar të friksohen, të struken në hapësirat e tyre private dhe këtë hapësirën bosh ta zaptoj të gjithën shteti i madh, i gjithë të pushtetshëm dhe në këtë rast një individ që drejton këtë mekanizëm burokratik shtetëror që është kryeministri. Dhe kjo është shumë e vështirë që të zhbëhet, sepse për fat të keq do duhet të kishte një strategji antipropagande shumë më të fortë në dekadën e fundit edhe nga Partia Demokratike dhe për këtë duhet jemi të vetëdijshëm. Dhe është shumë e vështirë tani pas 10 vitesh që ta shbësh efektin e kësaj propagande. Partia Demokratike po përpiqet të ndajë thirrjet e vazhdueshme, ndaj bën thirrje të vazhdueshme për bashkim, ndaj organizon protesta folklore, organizime nga më të ndryshme në Tiranë, në Qarqe për të vrarë pikërisht frikën. Dhe në një numër të konsiderueshëm njerëzish kjo frikë është vrarë. Natyrisht do duhet të vazhdojë kjo dhe do duhet të vazhdojnë përpjekjet për të zhbërë këtë shoqërinë e tërheqjes e quaj unë, që është krijuar në Shqipëri. Po sa i takon strategjisë që ndiqni kedhi për protestat kombëtare. Tani, nuk mund të themi që nga protesta e parë kombëtare që nisi që pas foltoreve protesta deri në protestën e fundit ka një maksimalizim të pranisë qytetarëve në bulevard. As këtë nuk mund ta themi dot. Pse vjen kjo në gjykimin tuaj? Ju e keni parë, besoj se gjithë policore natyrisht, intimidimi natyrisht, frika natyrisht, por po patjetër që luajnë një rol. Në qoftë se shikojnë që a e pat protestën e fundit marshim se si policia doli dhe nuk lejonte të kalonin qytetarët, ishte një protestë ku nuk ka shpërthyer një fishek zjarre nga protestuesët. Dhe kordonët e policisë aty sigur po pristin armikun që mos ta linte të kalonin dhe dhuna e iniciuar nga policia ishte nuk e di, surreale. Dhe unë prisja që të kishte një reagim dhe nga këta ndërkombëtarët që u shqetësuan për vilën e Enver Hoxhës, e diktatorit gjakatar komunist, që nuk po them u sulmua, po u përshëndet nga protestuesët me fishek zjarre. Për vetë simbolikën që ka. Ndërkohë kur dhunohet lideri i opozitës, dhe jo vetëm dhunohet, po shënjestrohet lideri i opozitës nga tanket me ujë apo nga molotovët apo nga dhuna policore, nuk ka asnjë reagim nga ambasadat, nuk ka asnjë reagim që ta dënojnë dhe nga mediat. Sepse për fat keq ka ndodhur kjo gjë në Shqipëri dhe unë mendoj është e rëndësishme ta themi. Në Shqipëri nuk ka as në pjesën më të madhe të tyre media të lira, nuk ka që të bëjnë detyrën e tyre, nuk ka media investigative, nuk ka media që të qëndrojnë si tek koka e qeverisë për çdo gjë. Nuk ka segmente të shumta të shoqërisë të cilat janë të lira, të shoqërisë civile apo sindikata e tjerë me radhë, dhe të gjitha pritet që t'i bëjë Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike shpeshherë në këto 10-12 vite është gjendur në situatën kur duhet të bëjë shumë se ç'bën një parti politike në vende të ndryshme. Është detyruar të bëjë rolin e prokurorit, e tusit të medias, të shoqërisë civile, të sindikatave dhe më pas dhe të Partisë Demokratike dhe të një partie politike. Dhe gjitha kjo bëhet në funksion të një gjëje që pritet frika tek qytetarët shqiptar. Dhe natyrisht kërkonin dhe punë, po unë sërish gjej rastin këtu që të bëj një thirrje për të gjithë ata që na dëgjojnë që ne shpesh shprehim pa kënaqësi me njëri tjetrin në kafene, në biseda private. Nuk mjafton. Nuk do vi askush, asnjë dorë pa dukshme që të na shpëtojë neve, por do duhet të kuptojmë që shpëtimi vjen vetëm nga ngritja e zërit që bëjmë.
Në kafene nuk ka ankesa, nuk ka asnjë impakt, nuk ka asnjë vlerë, por kur bëhet në bulevard dhe kur bëhet në numra të shumta, atëherë ajo e merr impaktin dhe ne mund të bëjmë secili atë kontributin ton të vogël si qytetar, por duke u bërë bashkë të mjaftueshëm për tu po themi përputhur me presionin që vjen nga jashtë dhe për të krijuar këtë sinergjinë që rrezon çdo qeveri në fakt. Kedhi, me një fjali tjetër tuajën, jam shumë dakord në parim, kur thoni që opozita ndihmon në procese meritore dhe jo lobiste. Unë doja të ndalja te kjo e fundit, sa i takon lobimit me faktorin ndërkombëtar, qoftë për çështjen kombëtare, qoftë edhe për problematikat të tjera për cilat folëm deri tani. Si është Partia Demokratike në raport jo vetëm me institucionet e Bashkimit Evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jemi në pritje të ardhjes së ambasadorit të ri. Lobim jo në termin monetar. Lobist në termin monetar kemi paguar njëri. Jo, Partia Demokratike bën, po themi në thonjza, lobimin e vet për të ndërgjegjësuar ndërkombëtarët, dhe natyrisht jo për të folë keq për Shqipërinë, siç e thot propaganda qeveritare, por për të ndërgjegjësuar në mënyrë që të gjithë së bashku, faktori ndërkombëtar, faktori brendshëm, të arrijnë në një pikë ku edhe për interesat e tyre, edhe për interesat tona, aty ku punojmë, të punojmë së bashku për të shpëtuar Shqipërinë. Shqipëria është në një moment shumë kritik, është duke u zbërë Shqipëria, dhe kjo është një gjë shumë e rëndë, që ne kemi normalizuar, themi Shqipëria po shbëhet, po shpopullohet, dhe kemi humbur dhe atë gravitetin, rëndësinë që kanë fjalët. Nëse kanë ikur 40%, mbi 40% e shqiptarëve. Revista Monitor lexoja raportonte që tremujori i parë i 2026-s ishte me linçmëri negative, kishte më shumë vdekje se sa lindje. Në 2025-ën 7 qarqe në Shqipëri ishin me linçmëri negative. Pra ne po shbëhemi si kom, Banka Botërore thotë në 2050-ën shqiptarët do jenë 500.000 njerëz. Më pak. Kjo është e frikshme, është e llaftarshme një situatë e tillë. Dhe ne ngrem pikërisht këtë alarm që hajde të punojmë së bashku, sepse Shqipëria ka shumë potencial, ka potencial njerëzor, shqiptarët shkëlqejnë kur shkojnë jashtë. Ka potencialin e burimeve natyrore, ka potencialin e rëndësisë gjeografike, një pozicionin gjeografik që ka, dhe me politikat e tura, me vizionin e dur që ne e kemi, kontaktojmë Shqipërinë në një Shqipëri prodhuese, në një Shqipëri të inovacionit, në një Shqipëri të meritokracisë, në një Shqipëri të taksave të ulta, në një Shqipëri ku çdo qytetar të ndihet i sigurt, të ndihet i lirë dhe të ndihet me gjitha mundësitë të shqyrojë gjithë potencialin e vet. Dhe kjo është tërësisht e mundur. Dhe kjo është puna që po bën Partia Demokratike është këtë gjë. Dhe kemi parë që ka një mbështetje të Partisë Demokratike për këtë vizion dhe për të bërë një ndryshim në Shqipëri. Këtë unë e pash vetë në IDU, ku zoti Berisha ju rezervua një pritje jashtëzakonisht shumë e mirë, dhe Partia Demokratike kishte një zë shumë të fuqishëm në këtë forum ndërkombëtar, për çfarë po ndodh në Shqipëri, për rajonin, për korridoret e energjisë, për temat e mëdha që diskuton sot në Europa, dhe Partia Demokratike shikohet si një partner për këto tema, nga partnerët tanë, nga aleatët tanë, nga partitë si motra, që duhet kujtuar dhe për ata që na ndjekin, qeverisin sot vetëm në Europë diku te 13-14 shtete. Qeverisin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Partia Republikane. Janë konservatorët britanike kështu me radhë. Pra në arenën ndërkombëtare unë mendoj që Partia Demokratike i ka lënë pas të gjithë vështirësitë dhe sot kemi shumë ndryshe se që ishim qoftë edhe një vit përpara. Tani duhet parë për të rritur presionin e brendshëm, për të bërë më të mirën e mundshme. Pa diskutim, dhe unë sërish gjej rastin jo vetëm për të përthirrje për qytetarët, po edhe për mediat, edhe për gazetarët, për intelektualët, që të gjithë të bëjnë rolin e tyre. Nuk pritet shumë prej nesh, po mjaft që të bëjnë detyrën tonë, gjithë secili prej nesh, në rolin që ka në hapësirën publike, për të rikthyer qytetarët shqiptar në hapësirën publike, në mënyrë që të bëjmë të mundur ndryshimin. Nikola Kedhi, ju falenderoj shumë për bashkëbisedimin e radhës. Faleminderit ju, është për herë kënaqësi. Faleminderit.
Diskutuam zonja dhe zotrinj për raportin e Parlamentit Europian sa i takon Shqipërisë. Janë mjaft pika shumë të rëndësishme aty për të cilat u munduam që me Kedhin t'i preknim një nga një, po në fakt është voluminoz raporti, është kushtëzimi rept Europian, zgjedhje dhe demokraci funksionale, parlamenti opozita reale, sundimi i ligjit, imuniteti parlamentar, liria e medias, mjedisi, investimet, fondet e BE-s i part, skanimi investimeve të huaja, angazhimet ndërkombëtare, spaku, korrupsioni në nivele shumë të larta, krimi organizuar, pastrimi i parave, koncesionet, e tjerë, dhe çështja e pronave dhe kadastra ka zënë një rol, një vend shumë të rëndësishëm në raportin e fundit të Bashkimit Evropian. Uroj që të kemi përplotësuar sadopak atë që opozita, Partia Demokratike, e konsideroi censur sa i takon publikimit të raportit të Parlamentit Evropian. Ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.